Miza dhe Bleta. Një ditë Miza mori një vendim të guximshëm. Do të shoh si jeton në pallatin e saj kushërira ime Bleta, tha ajo. U stolis, veshi fustanin e zi të mbrëmjeve, mantelin ngjyrë gri dhe ashtu e krekosur, boriti në pallat e trokiti. Tak tak. Oh, përshëndetje zonja Miz, çfarë mirë ju solli? Tha një Bletës roje tek porta. Përshëndetje, jam një kushërire largët e zonjës së shtëpisë, kam ardhur t'i bëj një vizitë, tha Miza me mirësjellje. Prisni pak ju lutem, një minutë sa t'i them mamit. Gjatë kohës që Bleta e vogël u largua, Miza rregullonte fustanin. Zonja Miz, nëna më tha që për fat të keq nuk mund t'ju takoj, megjithse ka shumë dëshirë. Në çdo moment të ditës është e zënë me punë. Madje, më porositit ju them se nuk mund të hyni brenda në pallat, pasi nuk ka dhoma për vizita. Edhe në cepat më të vegjël të pallatit kryen punë të rëndësishme. Por, me qënë se keni ardhur nga larg dhe jeni kushërira jon, mund t'ju pres në verandën tonë ose në kopsht, ku të dëshironi. Bleta e vogël, cila tek vendi rojës një motër tjetër, e shoqëroi Mizën në kopsht. Kushërir, i tha Miza, kam dëgjuar që përgatisni ëmbëlsira të mrekullueshme. Është e vërtet? Po, e vërtet. Tani do t'ju sjellim një ëmbëlsirë të shishme dhe ujë të ftohtë. Sa mirë! Thirrje e kënaqur Miza dhe zuri vend në një koltuk uguri aty pranë. Pastaj, pa i ardhur as pak turp, u zhyt me kokë në mjaltin që i sollën. Bletës, e pyeti Miza duke lëpir kishë të rinjt. Ju i përgatisni këto ëmbëlsira të mrekullueshme? Po. Dhe të gjitha veti hani? Jo, ju japim njerëzve të mirë, sidomos fëmijëve, fëqinjëve, të sëmurëve. Sa budallaqe jeni që ju jepni njerëzve tërë këto gjëra. Po ju, zonja Miz, çfarë ju jepni njerëzve? Ne? Ç'më bëre për të qeshur? Asgjë. Po pse? Nuk i doni? Ne i duam, por ata na shajnë se i bezdisim, se i bëjmë pis, se mbartim mikrobe, se mundja e shumë gjëra të tilla. Na kanë inat kushërir, shumë inat. Oh, por ja, edhe këmbët e tua janë të pista. Edhe ti shpërndan mikrobe? Jo, zonja Miz, është nektar lulesh, me këtë ushqej vëllezrit e motrat. Pse ti ushqen? Pse vallë, ju nuk i ushqeni vëllezrit e motrat? Vëllezrit e motrat? Nuk e di fare në kam apo jo. Po pallati juaj ku ndodhet, zonja Miz? Ne nuk banojmë në pallat. As shtëpi? Po ku banoni? As shtëpi, banojmë ku të mundemi. Me një fjalë, nëpër shtëpitë e njerëzve, mbi tavolinat e tyre, mbi krevatet, në rrobat e tyre, në kuzhina. Dhe kur njerëzit janë të pastër dhe na dëbojnë, ne jetojmë në rrugë, ku të mundemi. E ç'punë bëni? Punë? Jetojmë, vetëm këtë bëjmë. Nuk ndihmoni askënd? S'më besohet, sa budallaqe je moj e shkret. Ndihmoj veten dhe kjo mjafton. Por shumë biseduam sot. U inatos Miza dhe u ngrit. Nuk ke gjë tjetër për të më treguar? Si jo, kemi lulet e bukura të kopshtit ton, eja të tregoj se cila ka më shumë nektar. Unë nuk ushqehem me nektar, kam nevojë për gjëra të tjera. Oh, po çfarë dëshironi, zonja Miz? Më thoni, do t'ja u përgatis me kënaqësi. Duket që ju jetoni shumë ndryshe nga ne. Pa prit një herë, nuk ka ndonjë stall këtu afër? Ndodhet një, por është pak larg prej këtej. Ja, atje tej. Vallë, mos ke parë këtu rrotull ndonjë kafshë të ngordhur? Po, një qen ka ngordhur në atë lëndinën atje, por mos shko, se do të bësh pisë rrobat e tua të bukura. Dhe u largua fluturim pa u përshëndetur fare. Pas pak thirri nga larg. Do të vi përsëri, sepse ju Bletët jeni të mira e punëtore. Kur dëgjoi ato fjalë, Bletëza u pikullua dhe rendi tek mbretëresha, nëna e saj. Mami, zonja Miz
nuk ka shtëpi, nuk kujdeset për vëllezërit dhe motrat, nuk bën asnjë punë, nuk ndihmon askënd. E di çfarë më kërkoi? Stall e kufoma kafshësh. Sa u trishtova. Mos u trishto shpirt, vetëm më dëgjo me vëmendje, e këshilloi nëna. Po të vi përsëri, ti thuash që mizat të bëjnë shoqëri me mizat dhe bletët me bletët.